Lida Gjë. Një pyetje drejt për drejt për Berishën. Nëse më 5 qershor ishit kundër kësaj proteste, pse sot bëni thirrje për t'u bashkuar? Kjo protestë lindi nga qytetarët dhe shumë prej tyre nuk duan ta shohin të politizuar. Ndoshta për një herë të vetme, do t'ishte mirë të dëgjojë zëri i popullit dhe të respektojë iniciativa e tij, pa u përpjekur t'i vihet flamuri askujt. Absolutisht asnjë përpjekje ndërror zonjë. Të garantoj që nuk është bërë asnjë përpjekje, por mos harro një gjë. Kemi 13 vite që protestojmë. Mos harro një gjë, se vetëm periudhën që patëm kuvendin e këto, por ne ishim protest kundër Edi Ramës. Kërkonim largimin e tij. Dhe 5 kërkesat e protestuesve janë njëkohësisht kërkesa, kanë qenë dhe janë betejat edhe tonat. Atëherë. Cili ka qenë qëndrimi ynë? E para, ajo që thoni ju, nuk është protest e PD-s. E dyta, asnjë paraqitje simboleve të Partisë Demokratike në protestë, sepse është protestë rinore qytetare. E treta, thirrje për pjesëmarrje masive si qytetar. Besoj se këtu, çfarë mund t'i thoni ju një populli që ka 13 vite që proteston kundër Edi Ramës dhe kauzat e veta që të mos protestojë atëherë tani? Kjo nuk do kishte kuptim, por nuk është bërë. Dhe e fundit, pavarësisht nga thirrjet e dirigjuara tërësisht nga opozita e opozitës dhe grupuskula të Sorosit kundër Sali Berishës për të ndihmuar Edi Ramën, me qëllimin e vetëm për të relativizuar dhe ndihmuar Edi Ramën, thirrja ime ka qenë të gjithë në protestë. Qytetarët kanë të drejtë të brorasin si të duan, kurse ata të cilët mendojnë se duke të shfrytzuar mikrofonin mund ta manipulojnë atë protestë, ata do dështojnë. Jam dakord me ty, ajo është protestë strikt rinore qytetare. Ndaj dhe nuk kam marrë pjesë, jo, por nuk, do të thënë, edhe sot shfrytëzoj rastin të bëj thirrje antarëve dhe mbështetësve të Partisë Demokratike nga Pogoni, Kakavia, në Vermosh dhe në Valbon, të vërsulen, të vërshojnë drejt Tiranës në protestën më madhështore të kombit. Qytetare rinore, jo partjake.